kam të ftuar një personazh special në kuptimin e betejës së tij, e cila ka qenë sigurisht e gjatë e dhimbshme, po edhe posaçme në epikën e vet, në kuptimin që i është dashur të zbuloj flet ose kapituj, jo vetëm historinë e vet, po edhe të familjes, jo vetëm të familjes së vet, apo po themi të derës të fisit, po edhe historinë e një shtrese me të cilën është luajtur në kuptimin e keq të fjalës shumë, sidomos gjatë 15 viteve të fundit, dhe kam fjalën për shtresën e pronarëve, që ne i quajmë ish pronarët, edhe pse kanë qenë dhe janë pronarë për sa kohë kanë titujt, letrat dhe pronësinë e tokave të tyre. Abi Maltezi, mirë se më vjen. Faleminderit për ftesën, Fredi, me kënaqësi të madhe vi. Tani po e nisim, historia jote është në një libër, pra jo vetëm historia e përndjekjes politike, po historia e tokës pronës, por edhe gjithë, po themi, një përballje e jotja që ti e quan proces politik. Dhe e di që e ke bërë librin, dhe ja ku është libri edhe në anglisht, unë kam variantin shqip. Kurse kjo është variantin në gjuhën angleze, po. Tani, pse u lodhe kaq shumë, pyetja e parë, pse u lodhe kaq shumë kur u stërmundove, ishe stërmunduar ndërkohë me betejën që pate, po themi, dhe fizike dhe të shpirtërore dhe juridike, pse u lodhe edhe për ta bërë libër, se të bësh një libër ka sigurisht lodhen e vet. Po, shumica materiale, siç e thatë juve, fillimisht unë shumicën e gjërave nuk i dija fare. Se domethënë janë çështje të cilat janë zhvilluar 100 vite përpara. Për shembull, aty keni një foto shumë interesante nga faqja 9, mos gaboj, e cila ka firmën e stërgjyshit tim dhe të vllait tij. Unë nuk e dija që kishte paska në arkiv shteti një dokument që qeka me firmën e stërgjyshit dhe të vllait të tij. Shumë interesante, zbulova nga ato procesi i montuar politik që u zhvillua ndaj nesh, dhe gjeta aty dhe çfarë më bëri përshtypje. Më bëri përshtypje që këto kanë qenë jo vetëm pasanik, po kanë qenë jo vetëm patriot që kanë kontribuar, po kanë qenë edhe burra me plot kuptim në fjalës, që nuk i binte fjala në tokë. Ato, në rast se do e shikosh aty, në aso kohë i kanë thënë jo perandorisë më të madhe të kohës, që ishte perandoria italiane që i kishte pushtuar. Ata thonë jo. Dhe unë mrekullohem nga këto historira. Dhe bëhet fjalë për t'i dhënë tokën, italianët kërkonin të rekuizonin. Italianët kërkonin të ablinin, të shpronsonin. Dhe gjëja parë fare ishte i çonin letra. Dhe këto kanë qenë ndër disa familje Tiranës që i thanë jo të prerë italianëve, dhe italianët më pas u detyruan e morën me rekuizim. Tani ka një dallim të madh mes shpronsimit, i cili është proces civil. Si proces civil, shpronësimit i ketë drejt ta çosh në gjykatë, dhe gjykata ta ndalon. Dhe kjo që ka gjëja që ka ndodhur me disa prej familjeve, Qoraliu, Xhepa dhe nuk e di sa tjerë, të cilët e kishin qytë tek zgjerimi i dytë, e bllokuan këtë si proces përmes gjyqjeve civile. Këto familjarët e mi, pra stërgjyshi im dhe vllai i tij, e kishin te zgjerimi i 3 dhe i 4 planifikuar, dhe këto i kontaktoi Italia paraprakisht me letër. Dhe këto i thanë jo. Kush je ti të marrësh tokën time? Pra nuk pranuan. Dhe këto ja kanë marrë me rekuizim. Rekuizimi është term ushtarak. Pra në rast se shpronësimi ti ke të drejtë ta çosh në gjykatë, rekuizimi është marrje me forcë, por është e përkohshme dhe pa ndruar titullin e pronësisë. Pra unë ta okupoj, meqense jam në kushte ushtarake, është okupim me forcë. Ky dokument për shkakun ishte një gjë e re që mua më pëlqeu. Po, pse ndodhi, pse u vura gjithë i mundit ma ta bëja si libër. Çështja është që unë shumicën e këtyre gjërave u mahnita kur i pash. Por, domethënë, nuk ishin vetëm mahnitja e dokumentave të vjetër, po u mahnita dhe nga natyra politike e këtij procesi. Pra, të gënjesh, ta kesh të shkruar të zezë në të bardhë, në fletore zyrtare, dhe prokurori të hedhë në kosht plerave fletore zyrtare, për të quar 3 muaj hetues në arkiv shtetit për të gjetur letërkëmbimin, se në thelb ky letra e stërgjyshit tim
Ishte letër këmbim, dua s'dua. Në letër këmbim, ky edhe po të kishte thënë po në letër këmbim, në rast se nuk bëhet zyrtarisht me fletore zyrtare, ky letër këmbim do ishte kot. I pa vlerë, sepse do ishte Por, keq. për fat keq to prokuror, pra, hodhën në kosh plerave dokumentin zyrtar, fletore zyrtare të viteve 42-43 dhe donin të zëvendësonin me letër këmbim. Unë mrekullova kur pa që dhe në letër këmbim ato i kanë thënë jo. Po ajo që është akoma më e bukur, kanë marrë mbi 13.000 flet nga Italia, të cilat as janë munduar fare të përkthejnë. Pra që tregon një tendencë të jashtëzakonshme, domethënë që nuk kanë shpërfillur dokumenta zyrtare, por t'u marrë me ku të mundet të kapë. Tani, meqense u mblodhen gjithë dhe meqense prokurorët rritën deri aty sa të gënjejnë deri te përmbajtja e VKM-s, pra të gënjejnë deri tek ajo na ka kapur, domethënë e kapi një avokate shumë e nderuar, e cila ka qenë gjyqtare. Dhe e dinte që prokurorët shpesh falsifikojnë. Unë nuk e imagjinoja dot. Unë në rast se shkruan prokurori, prokurori merret me të vërtetën, as i hyja fare. Ndoshta kështu është, s'u merret fare. Kur pa që kishin gënjur deri për këtë, u çudita, atëherë fillova të shikoja me një sy tjetër. Dhe kanë dalë të paktën 35 falsifikime nga prokurorët. 35 falsifikime, një falsifikim të bësh, prokurori merret i pandehur për falsifikim. Jo më të kesh 35. Tregon që është qartazi, është politike. Meqense ishte e tillë, unë thash, është gjuna që të humbi dhe të ngeli vetëm në dokumenta gjyqësore. Pse mos e bëjmë me ISBN dhe ta fusim për të gjithë studentët e juridikut në Tiranë, studentët e juridikut në Shkodër, studentët e juridikut në çdo lloj universiteti shqiptar dhe të Universitetit të Prishtinës për shembull. Të shikohet se si drejtësia mund të keq përdoret dhe prokurorët të kthehen në falsifikator ordiner kur i nënshtrohen presionet politike. Ne kemi të qartë këtë proceset politike të viteve 45 deri në vitet 90, që në fakt gjyqtarët ishin lolo, montoheshin politikisht dhe firmoseshin juridikisht. Jo vetëm aq, por ky studiuesi Kastelot Dervishi ka nxjerrë dokumenta shumë interesante, në cilin për shembull për bombën në legatën sovjetike në atë kohë, në vitet 60. Vendimi u mor nga Mehmet Shehu dhe Enver Hoxha, pra nga byroja politike, s'u mor nga gjykata. U ekzekutua me njëherë pa vendim gjykate. Dhe më pas, disa ditë më pas, donin të gjenin disa bedela, gjoja prokuror që të bënin dokumentat, mbasi ato ishin vrarë, dhe të gjenin disa gjyqtarë që të merrnin vendimin që ato do vriteshin ndërkohë kur ato kishin një javë të vrarë. Domethënë ishte qesharake komplet. Dhe këto ka ndodhur, ne i dim këto që ka ndodhur në kohë të komunizmit. Por në demokraci, ishte nga rastet e rralla. Mund të dëgjosh në një prokuror të korruptuar që bën një pislik, bën një gjë e njërin tjetrën. Po të shkojë deri në 35 falsifikime, kjo është shumë gros. Dhe në një gjyq, në një proces, po themi, kaq publik sa i juaj, sepse gjyqi juaj ishte i lidhur dhe është i lidhur direkt me liderin e opozitës. Pra ishte gjëja më publike dhe kjo më hap tek guximi që është në kufijtë e çmendurisë. Se është e vërteta ajo që thoni ju që kanë bërë në gjyqe jo publike dhe pra dua të them këtë që kur njerëzve me një profil publik të lartë ju a bëjnë këtë, imagjino se mund të heqin njerëzit, po themi, pa akses. Por është dhe kjo tjetra që mendoj unë që e kanë bërë publikisht dhe pa frikë dhe pa droje prej mbështetjes politike, po edhe për të dhënë mesazhe politike. Ajo patjetër që ka qenë, po të kemi parasysh, ajo ishte një ndërthurje. Ishte një ndërthurje e presionit politik nga Edi Rama në 2022, i cili e tha haptas që spaku po delegitimon gjithë reformën drejtësisë, s'po merret me Berishën. E tha hapur fare. Në Asamblenë e PS-s. Asamblenë e PS-s dhe më pas dhe në Kongresin e PS-s me 9 prill 2022 dhe me 7 maj 2022, të dyja bashkë. Por ndërkohë kemi dhe deklaratat publike të Yuri Kim dhe Gabriel Escobar. Gabriel Escobar i kërkoi ku janë hetuesit vendas, duhet hetoni, duhet gjeni juve urgjentisht, duhet të rromoni. Është shumë interesante dhe këtu ne kemi, unë kam nxjerrë një tabelë aty, fill pas urdhrit politik të Edi Ramës të 2022-shit, që këto duhet hetojnë, janë 16 veprime hetimore. Aty kanë nisur veprimet hetimore prokuroria. Është shumë interesante për të parë për çfarë kanë hetuar.
kanë hetuar çfarëdo lloj gjëje që mund të keni cili do institucioni shtetit shqiptar për Sali Berishën, për familjen e vajzës Sali Berishës deri për mbesat e Sali Berishës që nga viti 95 e këtej. Po që nga viti 95 e këtej, ato s'kishin lindur. Asnjë nga mbesat e Sali Berishës nuk kishte lindur aso kohë. Pra, shkolla perëndimore, pra shteti ligjor, ndahet nga proceset politike të lindjes, ndahen pikërisht nga kjo që në shtetin ligjor ti nisesh a kemi as kemi fakt penal. A kemi çështje penale apo s'kemi çështje penale? Më pas ti shifesh në rast se ke çështje penale, atëherë shifesh kush ka bërë çështjen penale. Kurse në shkollën lindore të këtyre diktaturës komuniste, fillimisht shenjastrohej personi ndaj të cilit duhesh marr masa dhe më pas ti hetoje 30 vite në rastin konkret, por tek prona ime kanë hetuar dhe 90 vite më përpara për të përpjekur për të gjetur të bëjmë pis çat mundemi. Dhe shumë interesante kanë quar për shembull letra deri tek sigurimet shoqërore na gjeni që nga 95-a. Ndërkohë dhe i jepen me numra të gjithë numrat e fëmijëve të mi, që ato s'kishin lindur asnjë prej atyre. Pra që tregon që kemi një target shenjestrim politik për Sali Berishën dhe 3 breznit të tij, deri te mbesat e pa lindura ende të tij. Për të gjitha këto është mirë që shoqëria e para ta ketë të shtypur, të shkruar, që t'i rikthehet. Çdo student i juridikut mund ta shohë, mund të shohë që janë jo 1, po 35, mund të shohë që gënjeshtrat janë kaq, le të themi, pa droje. Domethënë që tregon që kanë siguri maksimale që nuk i canon njeri, nuk i prek njeri, nuk i pyet njeri. Po të kemi parasysh, është shumë interesante, kam vendosur këtu për ilustrim, kam vendosur për shkakun për Irena Gjokën. I njëjti institucion dhe i njëjti person me emër e mbi emër, zoti Bajqi, i cili është sekretari i përgjithshëm i KLG-s, i cili me 1 dhjetor 2023 i jep avokatëve të Sali Berishës dokumentin, sipas të cilit KLD-ja e kohës Sali Berishës ka shkarkuar Irena Gjokën në Irena Manekun aso kohë 96. I njëjti person, vetëm 20 ditë më pas, i njëjti institucion, i njëjti person, sekretari i përgjithshëm, gënjen deputetët e parlamentit, deputetët e opozitës dhe i thotë ne nuk e kemi atë dokument. Është papërgjegjshmëria dhe gënjeshtra shkojnë në absurditete të tilla që ti domethënë kupton që ky ka një siguri maksimale që nuk i hyn ferra në këmbë çfarëdo lloj gjëje që të bëjnë. Dhe kjo është shumë gjë e rëndë, sepse të njëjtën gjë kanë bërë dhe prokurorët. Prokurorët kuptojnë që ora shikon ne kemi kapur gjithë shtetin dhe s'na hyn punë. Dhe prokurorët prandaj po të kemi parasysh në rast se do hidhemi te çështja e Irena Gjokës. Prokurori i Spakut ndaj mbylli çështjen se s'na hyn gjë në këmbë. Dhe doli që kishte mbi 20 detyra pa kryer fare. Domethënë është marrri totale, domethënë institucioni i cili është krijuar dhe paguhet nga 7.000 euro në muaj nga taksat tona. Secili prej atyre prokurorëve, ky e mbyll me një herë. Dhe bukur është dhe deklarata e Irena Gjokës ishte pa deklaratën as prokurorit as OPG-s as gjë. Pra kishin falsifikuar deri deklaratën që kishte dhënë Irena. Irena kishte bërë para kompjuterit vet, këto e kishin marrë aty të firmosur me Irena, as ka shku fare Irena te Spaku, nuk ekziston as i filmim as gjë, e kanë futur në dosje pa e siglu fare. Domethënë është kaq absurde, po tregojnë çfarë tregon? Tregon që këto ndihen mbi ligjin. Tregon që nuk pyesin as për ligj as për gjë, është në atë parimin i gjithë pushtetit sovjetëve. Edi Rama ka kthyer parrullën që ka kapur 100% të gjitha institucionet dhe nuk do t'ia di fare për shtet ligjor. Ai e përballur se kjo ka edhe një për masa institucionale, ka edhe për masën personale. Ai e ndeshur me këta njerëz, jam kurioztar për këtë, pra në korridore, në gjykata, në institucione, i ndeshur me këta njerëz, je parë sy dhe pra janë njerëz që kthejnë kokën ose ka një ulin kokën ose bajnë kokën ulur pra zakonisht. Vjen zor ndopak apo janë të dy prokurorët bajnë kokën ulur zakonisht. Po ja kam thënë tull fare në sy, që jeni falsifikator. Si reagojnë ndaj kësaj? Kur ja kam thënë para gjykatës, kanë dashur që të ndërpresin. Ky është proces politik. Kanë kërkuar që të ndërpritet për atë mos ja thribojë si proces politik. I kam thënë gjyqtarës, unë kam një xhaxhat time mëje të pushkatuar për agitacion e propagandë, kështu që shtoni dënimin për agitacion e propagandë po doni, po fjalën time s'ma mohoni dot. Që ky është një proces politik dhe që këto janë prokurorë politik të s'ma mohoni dot.
Kështu që ja kam thënë në sy, ka pasur edhe një incident tjetër kur s'kan qenë gjyqtarët sa radhe me këtë Arben Krajën, pse që ishin biseda mes avokatëve edhe i them këto janë falsifikatorë. Dhe Arben Kraja, domethënë i dukej vetja se çfarë që ishte dhe thotë po e ke personale ti me mua? E pash në sy i thash po ti më qen Birqeni, nuk e ke personale me mua? E pash në sy, mbajta gjatë syt, derisa uli sytë e hoqi andej. Po mashtrues të tillë, domethënë po patjetër do përballemi neve. Ti ke kërkuar edhe që gjyqit bëhet Padyshim. Të ketë media. Kam kërkuar kamerat janë 24 orë sepse për fat keq kjo cënon edhe të drejtën time por një akses në media. Po të kemi parasysh narrativën e përcakton Edi Rama. Edi Rama i thot Spakut këtë sulmojnë, për çfarë, kur, si, sa. Edi Rama e cakton çfarë elementi do dali. Spaku nxirrte aq dokumenta sa donte dhe me narrativën që donte vetë, dhe unë s'kisha të drejtë gjatë gjithë kësaj kohe të kontaktoja mediat. Të kemi parasysh që unë kam quar ndërkohë në Strasburg që vendimi ndaj meje, arresti në shtëpi, pa të drejtë për të komunikuar me askënd tjetër përveç se me njerëzit e shtëpisë, është dhunim flagrant i konventës së drejtave të njeriut. Sepse dhe i burgosur i ka drejtë flas me këdo. Ka drejtë flas me këdo. Kjo për çfarë ishte? Kjo ishte vetëm një gjë që të mos flisje me mediat, mos bëje publike faktet. Atëherë unë nxorra në libër, jo vetëm publike, por në libër me ISBN, që ta kenë që të gjithë. Natyrisht, ato që do duan të lexojnë, ato që janë mendje hapur dhe do duan të reflektojnë, të tjerët tani le të rinë. Dua të kujtoj pak edhe ku ka nisur kjo, pak ku ka nisur si shfaqje sipas meje e dhunës dhe e dëshirës për të manifestuar omnipotencë mbi fuqi. Ka nisur tek arrestimi juaj në Rinas. Ju keni qenë duke ardhur nga një vend i huaj. Jo, kam qenë duke pritur ti. Duke pritur, po, është kundra, keni qenë duke pritur zonjën maltezi. Dhe ajo që duke qenë gazetar me përvojë, ajo që më bëri përshtypje ishte që videot erdhën me një herë. Pra videot pothuajse erdhën në kohë reale dhe kjo më dha mua përshtypjen që këta donin jo vetëm ta bënin arrestimin, kur them këta them policia, gjithë politika, por donin edhe ta publikonin. Pra nuk donin ta fshinin, por donin ta publikonin. Nuk e di, nuk e di se nuk i kam parë në kohë reale, s'kam pasur mundësi. Ajo që unë mund të them më tepër se video e friksimit, se unë në fakt kur erdhën, ishin ja 3 veta, pas nuk treguan dokument. Qeshën, kujtova se ishin militantë, se more vesh fare, domethënë. E thotë do vish me ne. I thashun po kush jemi policia, po më jepi dokument, më jepi letër. Për kush je? Jo thatë marrim neve të vish me neve. Dhe unë kam të rritur aty, ndërkohë i thoja qytetarëve, por ky është rrëmbim personi, filmoi dikush, sepse është rrëmbim personi, pa letër, pa gjë. Pa u identifikuar, pa mandat. Por kam përshtypjen më tepër se kjo, domethënë kjo është një nga ato le të themi shkeljet e papërfillshmet në këtë proces, nuk është kjo shkelja. Kam përshtypjen më tepër narrativa që donin, prodhonin ishte narrativa që po donte të ikte. Dhe kjo ishte narrativa që e lanë në Rinas, nga shtëpia në Rinas, unë kishin thërritur me bilbil kur të donin, domethënë, kështu që nuk ka të bëjë fort kjo. Nuk e di kush dhe si i kanë nxjerrë, domethënë është pak rëndësi ka. Ajo që është e rëndësishme është kjo që normalisht sipas ligjit ti ke të detyrueshëm e ke të ndaluar që të arrestohet dikush, të marrësh vendim arresti, pa e marrë asnjëherë në pyetje, përveç se kur është në kushtet e flagrancës. Pra dhe kjo është një shkelje tjetër ligjore. Nuk kishin pyetur asnjëherë. Domethënë kur nuk je në kushtet e flagrancës e ke të ndaluar. Pse? Sepse vendimi që kish marrë Irena Gjoka, vendimi i arrestit, duhet automatikisht sipas konventës europiane dhe sipas kodit penal shqiptar të ketë gjithashtu dhe pretendimet e mbrojtjes. Po të mos ketë pretendimet e mbrojtjes është i pavlefshëm. Tani çfarë pretendime e mbrojtje mund të kishte aty ku mos më kanë pyet. Avokati im nuk e dinte. Pra ai ishte marrë vendim arresti në mungesë personit. Dhe nuk ishte në mungesë se nuk u thirr, nuk u gjend. Po ishte thjesht sepse nuk ishte thirr asnjëherë. Kështu që kjo është një shkelje, po domethënë shkelje janë kaq shumë sa që është qesharaki i gjithë procesit. Si u sollën pra edhe aty po edhe më vonë edhe kur ju përcollën në paraburgim dhe në gjithë këtë
Shiko, ato ishin më tepër të friksuar, po ishin në urdhra. Për shembull, politikun i thashë, "Jepni letrën." Unë kuptoj që ju keni një urdhër, do zbatoni urdhrin. Po çdo urdhër duhet bazohet ligjërisht, ku është letra? Unë s'kam pasur letër për një 2 orë, rresht. Por ku është letra? As nuk e kishin me vete. S'kishin fare as letra as gjë. Thjesht i kanë udhëzuar me Zero. telefon, shkoni dhe Zero. bëni. Dhe vetëm një 2 orë më pas në drejtoritë policisë, në drejtoritë përgjithshme policisë më duket, kur ka ardhur avokatja ime, sot është prokurore e nderuar, Antoneta, ajo, domethënë atëherë po pas erdhi një nga OPG-ja që kishte me vete letër, po një 2-3 orë më pas. Domethënë pa letër, pa asgjë. Ndërkohë, ishte rrëmbim për personi, pa letër, përderisa është pa letër, është i palishëm, ishte dhe marrje e celularit gjithashtu pa letër. Dhe thonë zotëri, më jepni letrën ku e keni juve që duhet të mbani celularin tim. Unë kam drejt komunikoj, sa kohë ju s'keni letër. Kur të keni letër që ju thotë ore sekuestroje, dakord. Po ku e keni letrën, s'keni letër. Pra, ka shumë nga ato abuzivizmat, po që janë tipike të këtyre dhunimit të drejtave të njeriut, edhe në gjithë të proces nuk janë këto thelbësore, to janë thjesht që tregojnë që gjithë procesi është i ndotur politik, por nuk janë më të rëndësishme. Dhe ato si kanë futur fare për shembull në libër sepse nuk ja vlen, janë gjëra të vockla nga gjithë të shkelje që 35 plus të voglat falsifikime. Cila mendon ti që është më cila të duket që si më thon të ke thënë që edhe këtë e bën, mund bëjnë edhe këtë? Shiko, domethënë le të themi ti marrim me radhë, të marrim to. Fillimisht to thanë që neve po procedojmë Sali Berishën për VKM nominative. Tani, kush është institucioni që ka drejt të thotë në rast se një VKM është nominative apo s'është nominative? Është gjykata kushtetuese. Atëherë pyetja ime është, sa VKM apo ligje, SPAK-u, prokurorët politik, dërguan në gjykatë kushtetuese për t'i pyetur a janë nominative apo jo? 0. Asnjë. Pra as nuk i quan, çka tregon që e dinin që në krye të herës që s'ka asnjë nominative. Pra falsifikuan dhe mashtruan që në krye të herës, në narrativën e tyre që thanë. Më pas, thanë që ne po jetojmë për tokën, sepse për këtë kishte bërë kallëzimin e rrem Taulant Balla. Toka është e shpronsuar. Sipas Taulant Ballës nga Jako Mane, fshatari Jako Mane. Në fakt është për Jakomoni. Është markezi Jakomoni, është fisniku Jakomoni. Më këndsin e perandorit. Francesco Jakomoni është markez. Kam lexuar dhe ishte. Por për Taulantin që vjen nga Zoti e ruaj, tregon ku janë tokat e Tiranës. Dhe i thot markezit e quhen markezin për janë ndan emrin dhe Jakomane. Gjysmën e parë ja bën emër, gjysmën e dytë. Por këto i kishin, këtyre nuk ju falet. Prokurorëve nuk i falet. Prokurorët tregojnë që kanë ndjekur thjesht urdhrin politik dhe asgjë tjetër. E bukur është edhe në akt akuzë kanë lënë aty që çështja e pronësisë është e paqartë. Valla, kur ta jep fletorja zyrtare, çfarë pretendon, si pretendon ti ta kesh më të qartë kur ty ta jep fletorja zyrtare? Ka dhe një gjë tjetër shumë të bukur, që vetë në dokumentin që citojmë për shembull një nga dokumentet e një familje e Dylbereve Vaqarit, që është fqinje me begeja. Dhe thonë, Dylbereve Vaqari del që e ka pronën. E bukura është që dhe në 57-ën Dylbereve Vaqari e ka shitur më duket burrit një pjesë a diçka e tillë. Çka tregon që dhe në 57-ën ajo tokë ishte private, viontet ishte private. Dhe në 57-ën ajo viontet kishte kufizoi nga jugu me pronën e vëllezërve Begeja. Kur ka zhduk gjurmët i ka zhduk me kushtetutën e 76-ës, që këto e shpallën Shqipëria, domethënë prona private është e palishme. Po deri në 57-ën e kemi me dokumenti i hipotekës thotë që në krah të kësaj note transkriptimi që tregon këtë tokën e këtyre, ekziston një notë tjetër transkriptimi që Dylbere Vaqari ja shet Jusuf Vaqarit, burrit vet. Çka tregon që i ke private. Pra gruaja të shet burrit në marrëdhënie civile krejt private. Pra, gënjeshtra për pronësinë e tokës. Ka një element tjetër shumë interesant, të cilin siç e thash e gjeti Klodiana Gjuzari, ka qenë gjyqtar shumë e nderuar në Vlorë, tani është avokate me goxha emër. Gjeti që prokurorët kishin mashtruar deri tek VKM-ja. As jemi marr fare se ne si pronar, as ja kishim iden. Është VKM-ja, s'është VKM-ja.
që pas ka dalë një VKM për letrat me vlerë, ka dalë në fund të 90-or 2008-s. Dhe to e thonë që VKM-ja për letrat me vlerë ka dalë vetëm që të ndihmoj këto 5 familje pronare tu. E bukura është që këto 5 familje pronare, vetëm 5 javë më përpara se dilte kjo VKM-ja për letrat me vlerë, kishin paguar 90% të pagesës e kishin paguar me para, jo me letra me vlerë. Pra tregon që s'ka komunikim, se po të kishte komunikim, do thonë prit edhe 5 javë, merre me letra me vlerë, pse do paguash ti gjithë të pare. Po s'kishte, se dinim. Dhe as e dinim fare çfarë VKM-ja ishte. Tani ç'a thonë? Kjo VKM thotë, është bërë vetëm për këto familje thotë. Pse? Se 7 muaj më pas kjo VKM u anullua duke mos u lejuar më përdorimi letrave me vlerë, po vetëm me para. Pse kisha iden, pyeta, thënë po ndoshta e ka bërë shteti se s'ka pas më para, ka dash para dhe ka anulluar letrat me vlerë. Shurë mora. Kur e kapi kjo ish gjyqtarja, thë ka falsifikuar kjo prokurorja. Si po ka falsifikuar? Prokurorja vjen nga Elbasani e ka sjell Tauland Balla me doçkat e tij, kur Tauland Balla ishte drejtues politik i PS-s për Elbasanin dhe që kishte emëronte deri pastruesit e shkollave. Ky ka emëruar prokurore Millonaj, e cila ka amnistuar pajtime fetaun në vjedhjen e të gjithë gjinarit që është bërë atje në Elbasan, e ka amnistuar kjo. Millonaj e sjell Tauland Balla Millonaj. Dhe kjo kish gënjyer deri tek përmbajtja e VKM-s. VKM-ja çfarë thoshte? Thonte, pika e parë ndryshohet dhe hiqet letra me vlerë dhe bëhet vetëm me para. Po nuk thonte gjë që ndryshoi pika e dytë. Dhe pika e dytë atineni fliste për pronarët. Pronarët kanë drejt ta marrin. Pra s'u mor fare kjo ndryshimi, 7 muaj më pas nuk është marrë fare me pronarët, është marrë vetëm me pikën e parë. Pra ato që kanë drejta blen në kant, në rast se s'është toka jote, hajde bleje vëlla, bleje me lek, nuk mund ta marrësh me letra me vlerë. Kurse pronarët e tokës, kjo nuk është hequr fare dhe kanë ndenjur qysh ato kohë dhe sot e kësaj dite po i sojë. Atëherë pse gënjen? Dhe tregon një tendencë shumë të rëndë. Por çka është një gjë tjetër e bukur, është që këtë gënjeshtër për herë të parë nuk e kanë thënë prokurorët. E ka thënë Irena Gjoka. Dhe është të vdesësh gazit. Çfarë ka ndodhur, siç e mendoj unë? Prokurorët e kanë zbuluar mbasi që kanë çuar kërkesën për arrest te Irena Gjoka, kanë pas 3 ditë mes, dhe e kanë zbuluar dhe e kanë shtuar ndërkohë. Irena Gjoka ka mbajt 3 ditë, pas 3 ditë që ka thënë shiko, më jep me fleshat e me një herë. Bam, ja kanë dhënë me flesh, kanë harruar që kanë shtuar këtë, që 7 muaj më pas u bë kjo. Dhe doli vendimin e Irena Gjoka doli me këtë. Mirë, po kjo si ishte në kërkesë e prokurorisë. Pra ishin 2 dokumenta i printuar e kishte këtë të shtuar. Kërkesa e prokurorisë nuk e kishte. Vendimi i Irena Gjokës e kishte. Pra që është qesharake komplet. Qesharake komplet. Vendimi i prokurorisë më pas, kërkesa e prokurorisë ka 2 muaj më pas kur kanë bërë kërkesën në kuvend për të arrestuar Sali Berishën. Aty e kanë për herë të parë prokuroria të futur në kërkesë. Pra se kishin. Atëherë si doli kjo Irena Gjokës? Qesharake komplet. Po ke një moment tjetër, pasaj që e ke gjithashtu këtu në libër. Është njoftimi që i bën ky prokuror Spaku policisë për arrestimin e Jamar Maltezit. Shumë interesante. E ka firmosur, po të doni në rast se keni kamerat ta shikoni me afër, e ka firmosur ky Arben Kraja, e ka firmosur dhe ish drejtori i policisë Metro Mullaku. E bukur është, dokumenti është përgatitur me datë 20, datë 20 tetor. Dhe thotë që sipas vendimit, dhe vendimin e citon që do jetë vendimi i datës 21, pra një ditë më pas, e ka ditur vendimin. Dhe shikoni këtu, në rast se do e keni të mundur, është kjo këtu. Shikoni në fund fare, e keni të vizuar, është firmosur, është konceptuar nga Arben Kraja me 20/10, dhe thot, dhe është firmosur nga Altin Dubani me 21. Çfarë thot? Po të shikoni te teksti, datën e ka të qartë, vetëm numrin 410 nuk e kishte të qartë. Pra e dinte që Irena Gjoka të nesërmen do nxirrte vendimin e arrestimit. E dinte që Irena Gjoka ishte lepe peqe. Janë nga këto gjërat janë shumë tregojnë një proces të munduar. Si puna e kësaj kam me dhjetra gënjeshtra shumë të rënda, duke përfshi tendencë më pas për të legjitimuar të paligjshmen.
Pra tendencën për të thënë që ndonë se këtu kemi pasur një situatë krejtësisht anormale, të palishme, pra palishmëria duhet vazhdonte sipas tyre dhe nuk duhet i kthehej pronarit gjë e vjedhur. Është çmenduri që këtë ta thot një prokuror. Një gazetar ta thot, dhe normalisht opinioni publik duhet i ngrihet kundra, duhet të thotë, "Ore si del ti si gazetar të thuash që nuk duhet i kthejmë pronarit gjën e vjedhur, dhe duhet ta vjedhi dikush tjetër gjën e vjedhur." Domethënë është marri. Po kur e bën prokurori këtë, që thotë duhet vazhdonin ta vjedhin, shkënduri tregon domethënë një tendencë kriminale në mos zbatimin e ligjit, por në nështrimin politik. E gjitha kjo, Api, ka nisur me padinë e Taulant Ballës. Kallëzimin e rrem Taulant Ballës. Tani, kallëzimin e rrem Taulant Balla... Se pikërisht Taulanti dhe jo një Taulant tjetër nga këta që janë në oborrin e Ramës. Shiko, Taulant Balla këtë e bëri që në 2012 dhe unë e padita për kallëzim të rrem, për shpifje. Dhe Taulant Balla nga gjykata e shkallës parë Tiranë u dënua në 2013 për shpifje. Sepse ju tha, ore ke thënë që toka është e shpronësuar, ke dokument që është e shpronësuar, vjen në dispozicion, për ndryshe për shpif. Nuk kishte asnjë dokument, doli shpifje. Taulant Balla e ankimoi në apel, Taulant Balla kapi 3 personat që ishin gjyqtar dhe i premtoi që do i kalonte në vetting, në rast se këto do e rrëzonin. Këto e rrëzuan me një arsyetim absurd, të tipit shpifja mund të jetë dhe civile dhe penale. Dallimin e bën kush ka barrën e provës. Në civile barrën e provës e ka ai që ka shpifur. Në penale barrën e provës duhet ta kem unë që kam çuar atë në aty. Dhe meqense mund të jetë si civile si penale, duhet ta ketë barrën e provës ky dhe meqense ky nuk e provon gjithashtu që nuk është shpronësuar, atëherë ne po e lëm si liri e fjalës. Dhe kanë përdorur që janë politikan, është pjesë e lirisë fjalës që të shprehen. Pavarësisht se tu s'kishin më të bënë me liri fjalës, sepse ai nuk po sulmonte Sali Berishën. Ai po sulmonte familjen Begeja. Ai po sulmonte që fisi Begeja ka gënjur. Pra motra dhe vllai i gjyshes sime kishin gënjur. Tani janë bërë për Ahmet. Atëherë, domethënë kjo nuk qëndronte. Natyrisht Taulant Balla i keq përdori dhe i flaku më pas nga vettingu të gjithë. Nuk as se kaluan vettingu. Natyrisht, domethënë se i keq përdorin dhe i hedhin, unë e çova në gjykatë lart. 8 vjet në gjykatë lart nuk e prekte njeri. 8 vjet. Mas 8 vitesh njoftuan, mas i kishë marruar e njërën tjetën dhe ishin të gjithë militantët e partisë, njoftuan që do e shqyrtojnë me datën, mos gaboj 25 maj 2022. Në datë Edi Rama e shpalli pushim zyrtar se do lunte Roma me Feyenoordin në Erë Albania dhe shpalli ditë pushim hajde me Europa League, pa. Dhe këto njoftuan që të gjithë seancat e kësaj date anullohen, do njoftohet një datë tjetër. Datë tjetër nuk u njoftua fare. Kur avokati im shkon në shtator që të pyes çfarë është bërë, i thënë po më është gjykuar kjo në qershor, me 8 qershor, po s'na keni njoftuar. U mbaroi. Po si u la si që ishte aty dhe se morë fare parasysh, sepse sipas gjykatës lartë ka ndruar kodi i procedurës civile. Dhe kjo nuk është në përputhje me kodin e ri të procedurës civile. Tani e bukur është që vetë kodi i procedurës civile ka një nen që thotë të gjitha që janë proces shqyrtimi gjyqësor do vazhdojnë në kodin e vjetër të procedurës civile. Pra kanë vetë nenin. Gjyqtarët e lartë, këto militantët që çoj Delina Fico atje, i bën që gjyqtarët të bëheshin gjyqtarët palaço, të bëheshin gjyqtarët pa fytyrë, që të gënjenin për një gjë që ligji e ka. Kush janë gjykat, do vazhdoj me kodin e vjetër. Domethënë, nëse unë e morëm këtë në shtator, këtë si njoftim, shkon avokati im të marrë dosjen, që të përgatis dosjen për ta çuar në gjykatë kushtetuese. Thonë, ka sekuestruar Milonaj, prokurore Milonaj, dosjen civile të shpifjes nga gjykata. Tani, mba mend atë Dumani që tha afërmend gjykata të bëjnë siç themin ne. Dhe këtu afërmend gjykata ka bërë siç ka dashur Spaku. Ora ku është dëgjuar në cilin vend të botës tretë është dëgjuar që prokurori ka të drejtë të marrë dosje gjyqësore civile, ta sekuestrojë dosje gjyqësore civile. Prokurori mund të bëjë kopje, po si të marrë origjinalin dhe të pamundësoj aksesin në gjykatë të qytetarëve. Është çmendurim. Nëse, pritëm ja 2 muaj, nga që s'kishim dosjen, e morëm me letër, që këtë e ka
bëm ankesë pa pas fare dosje. E quam ankesën në 10 orë. Një treshë tjetër, gjithashtu nga këto afërmendshit e gjykatës kushtetuese, deklaruan tani në 2023 që këtë e keni bërë për te afatit 4 mujor që duhet ishte. Dhe afatin këto e merrni nga data 8 qershor që ka marrë vendimin gjykata e lartë. E bukur është që ka të paktën 4 vendime gjykata e Strasburgut që thotë afati 4 mujor llogaritet nga momenti që gjykata ja bën me dije palës, pra i jep vendimin palës. Jo kur e merr. Ti mund ta marrësh, e mbaj një vit nuk e zbardh fare. Po s'mund të jetë 4 mujori nga data që ti e ke marrë ndërkohë që ti e ke zbardhur vetëm pas një viti dokumentin. Është çmenduri. Kto e dinin. Thjesht zgjodhen që të bënin palaçon. Kështu që hodhen gjykata e Strasburgut. Gjykata e Strasburgut para 2 muajsh më dha të drejtë. Më tha që nuk ka pasur akses në gjykatë kushtetuese. Pra gjykata kushtetuese nuk e ka shqyrtuar fare. Pse? Sepse ka bërë sikur nuk e dinte që afati 4 mujor është nga ai afati aty i kur zbardhet çështja dhe tani ka deklaruar Strasburgu që mua më janë shkelur të drejta kushtetuese për aksesin në gjykatë. Dhe duhet që të shprehet gjykata kushtetuese sërish për të, pra ta shqyrtoj. Natyrisht të gjitha këto shkeljet rënda që janë bërë, që ne ja kemi dërguar dhe Strasburgut, do ja bëjmë gjithashtu me dije gjykatës kushtetuese. Dhe me gjas ne presim që gjykata kushtetuese do vazhdoj ping-pongun, do ja kthej gjykatës lartë. Dhe gjykata e lartë do vazhdoj ping-pongun të ja kthej në gjykatë. Pra për një shpifje Taulant Ballës, ne kemi 14 vjet sot, që në 2012. Tani ç'a ndodhi? Taulant Balla urdhëroi prokurorin që kishte emëruar vet që të merrte dhe të hetonte këtë çështje sepse Taulant Balla kishte dalë shpifës dhe të përpiqej kjo prokurore të sajonte në një pislik. Ndaj ishte Taulant Balla që në 2020, pra 8 vite mas i kishte bërë shpifjen e parë, bëri kallëzimin e rrem. Po kujdes, shpifja normalisht dënohet o me gjop ose ka të papërfillshme dënimin. Por kallëzimi i rrem para prokurorit është vepër penale që dënohet nga 6 muaj deri 3 vjet burg. Taulant Balla ka bërë kallëzim të rrem, ka 11 gënjeshtra aty. Dhe prokurorja s'ka guxuar ta marrë përgjegjës për kallëzim të rrem, ndonse ka 11 gënjeshtra. Minimumi fare çfarë duhet bënte prokurori? E para, o duhet ta merrte përgjegjës, pra të hapte çështje penale se ke bërë kallëzim të rrem dhe mbi bazë të kallëzimit të rrem ne kemi harxuar miliona euro me letër porosi në Itali e të gjitha me radhë, kohë njerëzore e të gjitha me radhë. Ose do duhet minimumi fare të kërkonte një vlerësim psiqik për Taulant Ballën. A ka mundësi Taulant Balla të dallojë të vërtetën nga e gënjeshtra? Sepse ka bërë 11 gënjeshtra. Nuk janë, domethënë, ose është kriminale me dëshirë, ose mund të jetë i smur i ziu, nuk dallon dot vërtetën nga gënjeshtra. E ka ngatruar si Jakomonin që e ka bërë. Ajo është një kufite e groteskut më pas. Po të them gënjeshtra të tilla që të gënjesh për pronësin, të gënjesh ja marr Maltezi 5% nga pronarët. Dhe i them, ore, ku e ke dokumentin? Kush të ka thënë? Jo, thotë e kam nga media. Cila media? Po thot një media Kalobolinos. E bukur është që media Kalobolinos, e tha një gazetar më pas, Artan Hoxha, që e kishte thënë 3 muaj mas kallëzimit Taulant Ballës të gjë. Pra media vetë ka marrë nga Taulant Balla, pra janë të gjithë të rrethi mashtrojnë të rreth vicioz, rrethi mbyllur vicioz i mashtrimit. I mashtrimi i spekulimit të madh. Gjithë kjo zhurmë, Abi, dhe kjo është pyetja e fundit dhe pastaj duhet të kaloj në një regjistër tjetër të intervistës. Gjithë kjo zhurmë sikur ti ke marrë mijëra hektar, ndërkohë a mund të thuash sa përqind të pronave ke marrë ti dhe familja? Domethënë, familja Begeja kanë qenë ndër më pasanikët e Tiranës. Janë 1 nga 7 familjet themeluese të Tiranës. E para vjen Toptani, e dyta vjen Petrela, e treta vjen Begeja. Petrelat janë dajat tonë. Dajat domethënë gjyshja ime nga nëna ishte Petrela, nga baba Begeja. E katra vjen Llagami. Më pas vijnë disa familje që janë shumë ngjitur, Gjinali, Deliu, disa. Dhe këtë e kam nga profesor Karapici, Gzim Karapici, nuk e kam timen këtë. Dhe si të tillë to kanë pas goxhat. Toka, kanë pas flori, kanë pas të gjitha këto. Nga tokat kanë pasur të paktën të vërtetuara mbi 950.000 metra katror troje nëpër Tiranë. Nuk kanë pasur pyje, kanë pasur troja dhe ulli. Rrënjë ulliri. Kam pasur mbi 2000 rrënjë ulliri të shpërndarë në katundet e Tiranës,
kam pasur dhe vetëm në Tiranë dhe rreth e qark Tiranës mbi 950.000 metra katror. Nga të gjitha këto ne kemi marrë më pak se, rreth 5%, diçka më pak se 48.000 metra katror në total në të gjitha ato që janë kthyer. Pra më pak se 5%. Më pak se 5%, 95% të tokave vijojnë të vjedhura. Ndërkohë, vetëm fisit Begeja, nga, nuk po them tatimet e tjera, po vetëm tatimi i jashtëzakonshëm, shpallja numër 1, jo shpalljet e tjera, po lista numër 1, vetëm fisit Begeja janë sekuestruar 8 milion Napoleona Flori. Wow. Dhe Florieri nuk është kthyer asgjë. Pra, këto janë vjedhje nga një regjim komunist hajdutësh, të cilët nuk kanë kthyer asgjë. Ka një element tjetër këtu që e kam vendosur gjithashtu për të qeshur dhe për të treguar absurditetin dhe falsitetin e prokurorëve. Prokurorët kanë thënë, shiko, kjo tokë tyre ju kthye se kishin ja barë maltezin, e kanë marrë këtë tokë, e cila Fisi Begeja ka marrë nga duhet merrte 32.000 metra, i ka të njëjtura 28.000 metra, të marrë të kthyer ka 26.000 diku 600 metra, diçka e tillë. 26.500, 26.600 metra tek kjo tokë aty. Ndërkohë, ne kemi një dokument tjetër pronësor, i cili është i njohur që në 2007. Dhe është për një tokë, e cila është tokë më këtu në Bulevardi i Ri. Sa metra është do thuash? 318.000 metra. Me dokument hipotekor të 39-ës, e blerë në 1939-ën, 318.000 metra. 13 fish më e madhe se kjo që u kthy këtu. Dhe nuk është kthyer. As nuk është kthyer, as nuk është kompensuar. Pra në rast se do ishte Berisha që do ndihmonte Maltezin, po e ndihmonte te kjo që kishte 13 fish në sipërfaqe. Jo te kjo që ishte 1/13. Po ndërtohet intensivisht aty, pra dikush po përfiton në tokën në tokat e dikujt tjetër. Kështu që të gjitha këto janë jo vetëm domethënë tregojnë natyrën politike të këtij procesi, pra jo vetëm janë të babaza, po tregojnë për fat keq një shpërdorim të tyre nga ana prokurorëve deri në falsifikime informacionesh, falsifikime deri falsifikim VKM-je në këtë mes. Janë të rënda dhe është devijim i madh nga parimet e shtetit ligjor. Por duhet përballemi, ja kam borxh të parë vetmi. E kam mbyllur dhe në versionin anglisht, e kam mbyllur me 2 të parët e mi, nuk e di në rast se ka i version, jo, nuk besoj, e kam mbyllur me 2 të parët e mi, Ymer Begeja dhe Ibrahim Begeja. Kjo është aneksi. Ymer Begeja, 27 vjeç, u pushkatua, pse? Për agitacion e propagandë. Ibrahim Begeja, një ndër pasanikët më të mëdhenj të Tiranës, që hapi Auluvre. Auluvre e hapi në marrëveshje me shtëpiat më të mëdha të modës në Paris, gjë të cilat sapo dilte moda e fundit në Paris brenda javës vinte në Tiranë. Dhe erdhi kryeministri i kohës Mehdi Frashëri në 35-ën që e hapi si dyqan dhe princi Tati kur e hapi, sepse ishte inovacion. Ku ishte dyqani te 9 katëshet i bie tani, rruga Mbretnore. Ky person u burgos, për çfarë u burgos? Sepse në këtë akuzë ka ndihmuar jo vetëm lëvizjen, por ka ndihmuar edhe ballin. Me parat e veta, as i lek shtetin, vetëm me parat e veta. Po pse ke ndihmuar edhe ballin? Armik. Pra i ke ndihmuar komunistët, por ke ndihmuar edhe ata dënohesh. Kështu që të kemi parasysh që ky u pushkatua Ymer Begeja vetëm për agitacion e propagandës. Ky tjetri u burgos pse kishte ndihmuar, për humanizëm. Që ja kemi për borxhin e tyre, janë të para tonë. Ne pronat i kemi nga këto njerëz. Janë njerëz të mëdhej, këto nuk gëzuan gjë. Në fund fare kur vdiq Ibrahim Begeja nuk ishte as çorape në këmbë. Ky ishte ndër pronarat më të mëdhej të Tiranës, që ka emrin e tatimit të jashtëzakonshëm 1,5 milion franga, ky kokë, se Begejat janë tatuar për kokë, jo si fis. Ka 3 emra Begeja në shpalljen numër 1, listën numër 1. Ky është tatuar 1,400.000 e kusur Napoleona Flori. Ja votën, e lanë pa punë, nuk ju nënshrua, u përball me banditët. Pra është një përballja e nderon njeriu.
Ka një shprehje që thonë, më thuaj kë ke armik të them sa I vlefshëm je. Ti ke bërë diçka pra janë disa momente tek kompleksi, tek ndërtimi. Pra ke një monument, pra është bërë një lloj monumenti për të parët të tu, për kontributin e tyre të Padyshim. Kjo është ne e kemi përmendur aty dhe unë kam vendosur dhe në libër, po të kemi parasysh disa nga domethënë ato që neve na bëjnë krenar, e para. Kjo këtu është një listë me 42 familje informale që ishin aty. Asnjë keni strehuar, asnjë nuk është nxjerrë me forcë, asnjë s'është nxjerrë me polici. Tani, pronarët, unë kam bërë sherr me gjithashtu bashkëpronarët e mi, që thonë, shiko, toka është e jona, është e fisit ton, janë private. Ndërkohë, objektet I kemi blerë, nuk ne I fali shteti, I blem. Këto kanë zënë objekte, atëherë pse duhet që neve t'i strehojmë këto? Dhe unë kam përsher me personat fisit, dhe thëmë, ka një parim. Parimi I Bankës Botërore është në fund të një projekti zhvillimor, askush nuk mund t'jetoj më keq se çka qenë përpara se të fillonte projekti zhvillimor. Është me letra pa letra nuk mund t'jetoj më keq. Dhe këto janë 42 familje, ka pasur kontrata me 42 familje. Tani, këto ishin, shumica atyre ishin kushte mjerane. Domethënë me qef nuk shkonte njeri t'jetonte aty. Unë aty për shkakun kam parë shoqen më të ngushtë të motrës gjyshes sime. Të Jaldis Begeja Sefa. Shoqja më e ngushtë ishte një nga fisi Ndreu. Ajo kishte qenë savër të lushjes së internuar bashkë me këtë shoqen e vet. Motra e gjyshes nuk la fëmijë, po motra e gjyshes u morën me pronën. Kjo I dinte se ishte fëmijë. Kur ju vodh prona nga komunistët ishte gocë e re. Kjo e dinte se ku I kishte pronën. Kjo u morë me kthimin e pronës. Tani imagjinoje, unë e gjeja këtë shoqen e saj më të ngushtë, që kishin ndarë çap në bukës në savër, dhe çti thoja dil për jashtë aty, do ishte e tmerrshme, sepse kujtimi I motrës gjyshes do ishte ta hidhin koshperave. S'mund ta pranonim këtë. Pra, gjëja që neve na bën më tepër krenar nga të gjitha është asnjë nga familjet që ishin strehuar aty nuk u nxorr në rrugë. Shumica atyre morën shtëpia. Disa ndërkohë kishin lëvizur, ishin aty u bërë me marrëveshje më pas, kompensime e gjëra tilla. Së dyti, ne kemi këtë. Ky është kopshi dhe çerdhja më e mirë në Tiranë. Pse është më e mirë? Sepse e para ka fasadë ventiluar, më gjej një kopsh apo çerdhe që ka fasadë ventiluar, asnjë. Së dyti ka ashensor të brendshëm. Ndonse është 2 kate, ka ashensor të brendshëm. Nuk ekziston në Shqipëri. Pra këto që I bën Edi Rama me paratë publike I vjen. Nuk ke asnjë as me fasadë ventiluar, asnjë as me ashensor. Ne e para dhurum tokë, jo pak, po 1000 metra katror tokë, të cilin shumë për cilën unë kisha blerë me para. Dhe jo vetëm dhuruam tokë, por gjithashtu ja ndërtuam neve. Ka kushtuar 1 milion euro kjo. Dhurat për komunitetin. Dhe është bërë për komunitetin, për ata që jetojnë aty falas nga pronarët e tokës. Kjo është monumenti për këto 5 familjet pronare. Është një monument shumë interesant, I konceptuar nga artisti Piro Pjetërnikaj. Janë një shufra 6 metra të gjata, inoksi, një glob, dhe 5 yje që vinë rrotu. Pra si 5 familjet të cilat, domethënë, kishin një ide. Donin ta zhvillonin tokën. Mi po u vranë, nuk shijuan gjë. Dhe këto si yje ne të kujtojmë, ti përkujtojmë gjatë gjithë kohës. Dhe vlerësohet, pra është bërë me para të gjitha. Ka një faltore që e kam paguar. Është një nga dyqanet aty, rreth 110 metra katror, paguam për ta vënë faltore për besimtarët e besimit islam që kanë aty. Është mbushur plot, tani duhet zgjeruar, bëj hesab, dhe kjo na jep gëzim. Së fundmi ke të paktën mbi 2000 pemë. Është parku urban më I madh në Tiranë. Ku erdhi një kolegi juaj, Lutfi Dervishi, u mrekullua. Tha, po shih, pas kemi shembuj të mirë në Tiranë. Thash, Lutfi, po të donte Edi Rama mund kishte bërë 10 të tilla dhe më të mira se të tilla po të donte. Po nuk ka dashur. Ka dashur thjesht trasën e pareve dhe ik miru pafshim. Pra, kjo është ajo që bëjnë fisnikët, bëjnë pronarët, respektojnë hallexhin, respektojnë komunitetin, respektojnë mjedisin, natyrën, pronarët, të gjithë besimtarët, të gjitha. Janë kontribute këto, të gjitha që kemi paguar neve, nga xhepi jon, nga njeti jon.
Dhe një gjë është e sigurt që nuk ka asnjë kompleks të tillë askund me përkujdesjen as të hapësirës së gjelbër, as të faltorës, e gjitha. Dhe kjo është pyetja që e dëgjoj, e bëj dhe vetë, po e dëgjoj vazhdimisht. Kur shkojnë tek Rama dhe ju thot, e kam dëgjuar edhe këtë që ju thonë shkojnë me një 12 katësh dhe ju thot 12 katësh bëj 25, bëj 40, bëj kaq, bëj aq. Pse nuk ju thot dhe këtë tjetrën që ju e keni marrë, e keni bërë, po themi me sadakan dhe me, po themi me shpirtin dhe me iniciativën tuaj, pse ju thot që bëni një park, po mbillni ca lule tek kjo pjesa, tek ato 318.000 metra te bulevardi i ri, që është imitim i komunës Parisit. Fatkeqësisht, unë kam pas në fillim kur u hap bulevardi, thash me që do ketë ndërtesë qeveritare, kjo do jetë një xhep i Tiranës ku ndoshta kanë marrë mësim nga çka kanë bërë te komunat e freskët në vende të tjera dhe këtë do e bëjnë. Po të shkosh sot është imitim i komunës. Ndërtesat gjitur, ndërtesat pa asnjë hapësirë të përbashkët komunitare. Të vjen gjuna sepse konkursi për bulevardin e ri u bë konkursi në kohë të Lul Bashës dhe pjesë e konkursit ka qenë arkitekti Daniel Libeskind. Që është i njëjti që ka ndërtuar kompleksin. Kështu që konkursi u bë goxha i mirë. Firma fituese Grimshaw ishte goxha e mirë. Dhe fitoi të dyja me herë rehabilitimin e lumit Tiranës në veri dhe bulevardin e ri. Pra i kishte të dyja në kontratë. Dhe ishte goxha i mirë sepse hapësirat rekreative ishin goxha të mëdha në konkurs. Për fat keq Edi Rama u zhdu po hapësira rekreative sepse don thjesht të vjedh asgjë tjetër. Domethënë nuk ka vizion, e urren natyrën, e urren vizionin, me sa duket do thjesht të mbaroj punë, asgjë tjetër, të mbaroj punë me trastet e kaq. Mund të kishte bërë shumë gjëra më të mira. Sepse po e them edhe një herë, koncepti që u bë nga Grimshaw ishte i shkëlqyer, sidomos për lumin e Tiranës, por edhe për bulevardin, se në bulevard ky vinte edhe këtë hapësira të reja, duke përfshirë me pishina të hapura, pishina të mbyllura, kinema, vendosë disa aspekte kulturore goxha të rëndësishme aty. Kishte hapësira të mëdha për një nga ato elemente, për shembull ishte elementi sa i gjerë na duhet bulevardi. Dhe pse na duhet më i gjerë apo jo aq i gjerë? Pra, pse pak më i gjerë se që është bulevardi Dëshmorët e Kombit, apo goxha më i madh se sa bulevardi Zogu i parë. Dhe një nga arsyet ishte, se kam qenë vetë aty në atë, dhe është idenë e futjes jo vetëm të tramit, po futjes dhe të korridoreve dyshe, me pemë dyshe ekologjik. Pra korridoret e gjelbër dysh. Pra të kishte 2 rrjeshta pemë nga njëra anë e rrugës dhe 2 rrjeshta pemë nga ana tjetër e rrugës. Kjo do e bënte që bulevardi nga Dëshmorët e Kombit që është 60 metra i gjerë, këtu do duhet ishte të paktën 70 metra i gjerë si bulevard, në mënyrë që ta mundsonte këtë, pra mundsonte edhe efektin bulevard, mundsonte edhe korsitë e biçikletave dhe korsitë e tramit, por edhe dyshe me pemë, që të ishte mundësisht një korridor i gjelbër që të lidhte parkun e Paskuqanit, parkun e liçenit Paskuqanit me parkun e madh të liçenit Tiranës. Kjo ka qenë një konceptim i futjes së korridoreve ekologjike. Për fat keq, nga gjithë ajo ide e bukur që u bë, tani po degeneron, pse vetëm hajde të vjedhim. Është kthyer në skeler pa, në një geto tjetër, ngjashme komunën e Parisit që është vepra e parë urbanistike e Edi Ramës fatkeqësisht.